Është koha për intervistën e ditës. Sonte në studiot tuar kemi Qanin Uhiun, analist politik. Ndërkohë paraprakisht në intervistën e ditës ftuam kreun e LSDM-s dhe përfaqësues të tjerë të opozitës maqedonase, por nuk pranuan që të vinë në studio dhe për të folur për zhvillimet aktuale, përkatësisht për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale. Zotin Uhiu, mirë se erdhët në Alsat. Mirësevgjeta, faleminderit për ftesën. Zotin Uhiu, jemi në prag të raundit të dytë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen të dielën. A do të kemi kësaj radhe votim etnik, themi, apo do të kemi votim të bazuar tek koalicionet politike midis partive politike, koalicioneve të shpallura dhe atyre të pashpallura, themi? Shërite, është karakteristike e përgjithshme në Maqedoni dhe organizimit politik, se organizimi politik apo sistemi politik i Maqedonisë përgjithësi funksionon mbi bazat e organizimit politik. Kur janë votimet, themi, ashtu si përcaktojnë qytetarët lirshëm, zakonisht ndodhin votimet mbi baza etnike. Kuptot ka dhe përjashtime, po flas për dominancën. E tash, pas jemi në raundin e dytë, zakonisht ndodhin edhe koalicionime që mund të jenë të gjitha llojeve, do të them pra, edhe të shpallura dhe të pashpallura. Të shpallura dhe të pashpallura, por arsye se janë zgjedhje lokale. Shpesh kur duan partitë, parimisht e flas, nuk flas për këtë. Tash kur duan të nxiren prej situatave, do të bëjnë koalicione në vende të caktuara, u përgjigjet. Koalicionet përgjithshme nuk bëjnë edhe e lëshojnë thunë në nivel të organizatave lokale apo komunale të partive, le të vendosin ato vet. Ashtu që unë mendoj se do i kemi edhe votime edhe etnike, edhe themi kushtimisht thënë, të multietnike, edhe gjitha llojeve do t'i kemi, ashtu që aq më tepër kur tash nuk votohet për lista. Pra, raundi i dytë dallon nga raundi i parë. Pikërisht se nuk votohet për lista, pse po të thoj këtë? Se listat janë parametri më i mirë për t'i matë rejtinget e partive, edhe prandaj krahas fitoreve që kanë synimeve partitë politike në zgjedhjet lokale, kanë tendencë tjetër që zgjedhjet të shërbejnë si barometër për t'i matë ekuilibrat politik që më vonë të sillin vendime edhe të shkojnë në zgjedhje të përgjithshme eventualisht nëse i kalkulojnë hesapet si duhet. Prandaj them se janë të gjitha kombinimet do jenë tash, varësisht prej komunave, varësisht prej rrethanave, varësisht prej rezultateve që do jenë, se do vjen ndoshta diku do të ketë edhe për 50 vota, diku do të ketë edhe për që është praktike dhe eskaluarës, nuk është se nuk ka ndodhur. Eskaluarës veçanërisht në momente kur dalshmëria në votime sa shkon e bie poshtë, do me thënë apatia e qytetarëve shkon e bie, atëherë kur do edhe në rrethana kur luftohet për çdo vot, kushtimisht kur luftohet politikisht e kanë fjalën, atëherë koalicionimet nuk përjashtohen. Nuk përjashtohen. Kemi rastin kur tham komunë për komune Vares, si ju duk ndryshimi i qëndrimit të kreut të Tovës Bilal Kasami, i cili brenda disa ditëve pati 2 qëndrime. Në Tiranë tha se do mbështesin Fatmir Dehari në Kërçov, ndërsa pas të themi tërheqjes së vërejtjes nga Mickoski, patëm qëndrim se mbështetja për Dehari nuk jepet. Që nuk është diçka për të befasu, se veçarisht në fushata parazgjedhore, ne shpesh politikën e marrëm edhe me emocione, por dihet se politika edhe parimet ndonjëherë edhe nuk shkojnë bashkë, ashtu që situatat e vleni është njëherë ka një koalicion mes veti, mandej kanë koalicion qeveritar, me të thirrën edhe në koalicionin politik që kanë 4-5 parti sa janë, edhe në 4 dhe janë tash, pas daljes Zotit Ravarit, po, dhe një pjesë vetur tash. Me koalicionin qeveritar. Ashtu që e marrë si diçka që dëshiron të fitojë njëri edhe në politik tash është normale. Nuk mund të themi se nuk arsyetohet, po është fushat zgjedhore, është një sinojnë fitore edhe kjo është. Dhe ajo i bën që ndrojnë dhe qëndrimet për një kohë të shkurtër. Bindje dhe pasi ndrojnë edhe rrethana, shifni çdo moment ndryshojnë edhe rrethanat. Mos u befasoni tash jetojmë në një kohë kur kemi një dinamik shumë të gjallë politike, do me thonë një lajm apo një ngjarje që ndodh në mëngjes deri në mbrëmje vjetrore, se mund të dalë kundër. Del lajmi tjetër. Del lajmi tjetër i të kundërtën, që e demanton të parën. Do me thonë kemi një zhvillim shumë të ngjeshur të ngjarjeve politike, veçanërisht në fushata zgjedhore. Prandaj e marr si pjesë të fushatës zgjedhore, po fundet janë ato veprimet do t'i shohim në fund,
sepse ka edhe disa ditë, mund të Po, deri negociohet. dielën. Dhe me që ju jeni edhe i rajonit të Tovës, do të ndikojnë deklaratat e Mickoskit kundrejt Kasamit, do të reflektojnë deklarimet e tij ndaj votës së maqedonësve? Tash, shiqoni, liderët politik mendojnë se kanë ndikim të partitë politike të tyre, por shpesh nuk kanë ndikim ashtë të madh të votuesit. Se ka kategori njerëzish të cilët janë përkrahas të një partie, por nuk në momentet të caktuara nuk përkrahin Ka për atyre që nuk mund detyroj partia jo, nuk i ka askush ato vota në xhep që të mund t'i garantoj. Me thonë, ato që mund bëjnë partitë politike, udhëheqësit e partive politike, kryetarët, liderët, mund të bëjnë apel, mund të një pjesë votuesve edhe të ndikojnë drejt për drejt. Ka mekanizma, partitë janë ato ashtu si janë, por nuk besoj se do të ketë tamam t'i marrë si vota në kuti që ja këto i ke se unë t'i premtoj. T'i marrë përdore votuesit dhe t'i drejtojnë në kutitë e votimit. Jo, kemi një pjekuri të opinionit, po vetë fakti që kemi një apati flet për këte. Se ka një pjesë të elektoratit janë edhe parimar. Nuk i ndjekin liderët edhe atë shumë ato sa ndrojnë qëndrime që të ndrojnë edhe këto. Me thonë, ajo të përgjigjen pyetjen tuaj do të thotë se një pjesë do ketë ndikim, deklaratat, por nuk besoj të gjithë. Të gjithë. Po si shihni deklarimet e kryeministrit i cili shqiptarëve u dikton që të kenë fjalor mbi etnik, ndërsa vetë në Kërçov kërkon unitet etnik, madje edhe fetar. Jo, mendoj se aty nuk është në rregull, nuk është qasje adekuate, veçanërisht në demokraci ju nuk mund t'i diktoni dikujt se si do të sillet, nëse ai respekton kushtetutën, respekton parimet e përgjithshme ligjore, respekton parimet e përgjithshme demokratike, nuk mund t'i përziheni dikujt në koncept se çfarë do me thënë përjashtu ideologjitë ekstreme që fatbarësisht këtu nuk kemi. Pakta unë jam krenar që të shqiptarët nuk kemi ashtu, edhe mirë është. Dhe mendoj se qasja nuk është adekuate. Nuk mund të Ti ndalosh dikujt, mos bëj këtë, po vetë do e bëj. Ti ndalosh dikujt të ketë qasje etnike për problemet. Njerëzit dëshirojnë, tham, në Maqedoni janë dy karakteristike. E para është organizimi politik mbi baza etnike. Edhe kjo është kështu. Duke u nisë prej kësaj, është pranuar ky realitet. Ekziston, prandaj them nuk është qasje adekuate edhe pozitive kryeministrit Mickoski që në njëjtën kohë të kultivoj politikë nacionale, mos them nacionaliste, nacionale të shprehem pak më butë, ndërsa tek para shqiptare tenton të vendoj kritere se si do të përcaktohet. Kjo mendoj veçanërisht në shtetet kur marrëm edhe kritere demokratike, edhe realitetin e shtetit multietnik, nuk më duket si diçka pozitive edhe produktive, por mund të ketë edhe kundër efekt. Kundër efekt kur thoni në çfarë aspekti? Po në shembull, në platformat të cilat ai sulmon mund të marrin më shumë vota, për shembull. Pra mund ai efekti që dëshiron apo që dëshiron të arrijë me ato deklarata, mund të ketë rezultatet e të kundërta të asaj. Pra, elektorati është materie gjallë, nuk është diçka që mund ta diktojmë, t'i kapim, si tha që përdore reshtë dhe t'i çojmë aty ku duam ne. Jo, njerëzit kanë mendimet e veta, kanë bindjet e veta, kanë parametrat e vetë se si vendosen, edhe diçka. Do të bëjmë dallimin në mes opinionit publik të përgjithshëm edhe partive politike. Partitë politike si të tilla kanë një pjesë të ndikimit të opinionit publik, mirë por nuk kanë ndikim të përgjithshëm. Ose nuk mund të kenë në pafundësi. Ose nuk mund të kenë pafundësi se edhe besueshmëria politike është diçka që konsumohet. Edhe ti me një moment, shifni, nëse i marrim indikator, kërkëngjes pak se të argumente, nëse i marrim indikator listat që janë tipik vota politike. Vëmëroja në krahasim me zgjedhjet e kaluara, aq sa ka mund informacionet përgjithshme, ka shku 130.000 vota më pak. Po, mbi 130.000 vota, bazuar në rezultatet e listave për këshilltar. Për këshilltar, gjitha partitë kanë ulje, por uljen më të madhe ka VMRO DPMN-ja dhe kemi rritje të fletvotimeve të pavlefshme. Që e thash, që është temë pastaj tjetër për të diskutuar. Që është diçka tjetër, do me thënë, kemi një kategori, edhe ajo është qendrim politik. Nuk mund ta marrim totale, mund të jetë
si gabime teknike dhe fletet e pavlefshme, po numër aq i madh nuk është i rastit. Mund tjetë edhe pakënaqësia e qytetarëve ndaj partive, gjitha partive, frustrimet, revolta që shprehin atë mënyrë, pra që shprehin me zhvlerësimin e fletëve të votimit, edhe me mosdalje. Këto janë dy kategori të cilat janë zakonisht të pranishme gjatë fushatave zgjedhore. Si prisni tjetë betejë në Kërçov, do të ketë mobilizim të mërgjimtarëve shqiptarë të diele? Shqiptari Kërçova një vend, një komunë shumë specifike. Do me thotë, formën e sotme e ka marrë në vitin 2013. Pra, në Maqedoni kemi pas 2 herë ndarje territoriale, organizim territorial, si që thuhet me ligj, vitin 1996 me 123 komuna, edhe vitin 2004 me 83 me 84 me gjithë qytetin e Shkupit. Dhe pastaj me 81. Mandej u prolongu bashkimi 5 komunave, 4 komunave rurale plus komuna e Kërçovës deri në vitin 2013. Me mbajtjen e zgjedhjeve lokale atëherë, me thonë u bashku, edhe mendoj se në pyetjen që parashtrohet ju në të kaluarën mobilizimi i mërgjimtarëve ka pasur efektin e vetë dhe ka dhuru fitore të kandidatëve shqiptarë. Tash si do shkojë nuk e dim, duke pas parasysh edhe kundër kandidatëve që dalën që do të jenë përkrahje të kandidatëve të koalicionit qeveritar, vërtet do të jetë një enigmë se si do shkojnë tash, po si do që tjetë. Prania e dalshmëria e lartë, më e lartë në zgjedhje, gjithsesi se do ketë efekt pozitiv. Tash a do mobilizohen votuesit që në shtet, a do vinë nga jashtë, është çështje tjetër. Efekti kryeministrit zoti Nuhiu u pa edhe në Bërvenic, pasi kandidati i Vlenit Haqim Ramadani u la i vetëm, me që 2 bloqet shqiptare në nivel lokal u dakorduan ta mbështesin në raundin e dytë. Po në mendoj se këto supozimi im është, nuk do thotë se nuk kam informacion kështu, gjithnjë mbas supozimit vlas se do jetë kombim përkrahje për Tetovën, për përkrahje në Bërvenic edhe në Kërçov. Kështu e mendoj. Që do të thotë? Që do të thotë se partitë e koalicionit që kanë ndikim tek votuesit do bëjnë apel të votojnë kandidatët e koalicionit qeveritar. Konkretisht kandidatët e VMRO-s. Mund të ketë, nuk e di, nuk kam njohuri për momentin, por ajo do lidhet përsi do kushtohet me përkrahjen që VMRO mund t'i jap në Tetov koalicionit Vlen. Do të thonë, kjo do të jetë ajo ujdia politike, nëse unë e supozoj këtë, gjithnjë theme e supozoj, nuk ka se kam informata, po në politikë ndodhin edhe gjëra të tilla, nuk është për tu habit, thamë që në fillim të gjitha format e votimeve do të jetë pranishme raundin e dytë. Po, thatë se dallon në raundi i parë nga raundi i dytë, të gjitha ato pazaret politike bëhen tani. Po, atëherë kur e japin efektin përfundimtar. Do shohim se si do jenë rezultatet atëherë të diel. Unë mendoj se lidhen me përkrahjen që VMRO sa do t'i garantoj në Tetov, madje aq këto do t'i garantojnë në Bërvenic dhe në Kërçov. Ashtu e mendoj tash. Nuk do thotë se pikërisht ashtu do del, kam një supozim se që ashtu mund shkojë. Pra, kandidati i Vlenit mbetet i vetëm në Bërvenic, pa mbështetje në këtë rast. Besoj me votuesit që janë pa mbështetje partijake. Po, ndodhen edhe. Pa mbështetje nga koalicioni që vetë ka kandiduar. Ka kandiduar, ndodhen edhe ajo punë, prandaj them në politikë nuk ka asgjë të pamundshme. Politika është arti i sëmundshmes, por është edhe arti i besueshmërisë. Dhe kjo është. Zoti Nuhiu, faleminderit shumë që sonte ishit në Alsat. Faleminderit juve për ftesën. Ne vazhdojmë më tej me informacionet.